kurajzi dhe frymëzimi për cilat ne punojmë për të bërë një gjë më të bukur dhe një strategji më të bukur. Fillimisht dua të falenderoj ata që na kanë nderuar sot me pjesëmarrjen e tyre në këtë sallë. Faleminderit president që u bashkove kësaj iniciative, kësaj strategjie. Zoja ministre, faleminderit që erdhët prezent sot në këtë ceremoni. Dua në mënyrë të veçantë të falenderoj dy mikesha shumë të çmuara. Është Alisa Lagonia from UEFA, mirë se na erdhe në Shqipëri, dhe është vajza jon Arbenita nga FIFA. Faleminderit shumë Arbenita Morina që keni ardhur, na keni ndihmuar, na keni asistuar në strategjinë tonë të futbollit të vajzave dhe grave 2023-2026 Rising Stars. Dhe kur themi Rising Stars, kemi kohë që kemi filluar punën me strategjinë e vajzave. Padyshim, ndoshta unë nuk u prezantova vetë, sepse shumica prej jush, meqense jemi komuniteti i futbollit të vajzave në Shqipëri, më njohin, sidomos me detyrën e fundit që kam marrë si antare komitetit ekzekutiv në FSHF dhe kryetare e Komisionit të futbollit të vajzave. Kemi punuar shumë gjatë gjithë këtij viti, shpresoj edhe vitin e kaluar kur kemi marrë detyrën. Në komitetin ekzekutiv kam lobuar fort për të marrë disa reforma të rëndësishme. Kolegët e komitetit, cilët i falenderoj që janë prezent me ne këtu në sallë sot, na kanë ndihmuar. Do të bëjmë edhe shumë gjëra të tjera të bukura, por përpara se të themi ato që janë sfidat tona kryesore për në vazhdim, le të flasim për këtë strategji të rëndësishme që duam ju secili e keni në dorë sot nga një kopje, ndoshta në gjuhën angleze. Do të flasim për këtë strategji të cilën e kemi punuar ditë pas dite, muaj pas muaj me miqtan në UEFA, që i falenderojmë nga zemra për ekspertizën e tyre të jashtëzakonshme, për mënyrën se si e kanë parë futbollin e vajzave dhe grave në Shqipëri dhe mënyrën se si duhet të kalojmë nga ky stad, të themi medium, në një stad më të avancuar. Dhe padyshim, një falenderim shumë i madh shkon për FIFA-n, jo vetëm këmbgulja jonë si Federata Shqiptare e Futbollit, por edhe influenca shumë e madhe e Arbenitës na kanë ndihmuar që të kemi edhe një produkt shumë më cilësor. Nga ana tjetër, baza kryesore e kësaj strategjie është kontributi dhe idet e të gjithëve ju, pra të gjithë vajzave të futbollit shqiptar, duke nisur që nga ekipet e superiores, elit superiore, ku kryeson Vllaznia, Tirana, Apollonia, Partizani, por edhe Gramshi, faleminderit kryetar që je prezent mes nesh. Pra, është energjia dhe sinergjia e të gjithë vajzave të cilat merren me futbollin, e bashkuar më së shumti me punën e madhe që ka bërë Departamenti i Futbollit të grave dhe vajzave në Federatën Shqiptare të Futbollit. Florin dua ta falenderoj në mënyrë të veçantë dhe stafin e tij për këtë impenjim. Kështu, e fundit që dua të falenderoj, por është ndoshta edhe ndër më të rëndësishme, është ambasadoria jon, Bona, që është këtu prezent mes nesh, është një zë i fuqishëm për të na mbështetur në futbollin e vajzave dhe padyshim kolegët e mia gazetare që i shoh në rresht të parë, ju faleminderit nga zemra që jeni këtu për të na suportuar në këtë iniciativë të rëndësishme. Nuk po e zgjas më, është detyra ime e parë si gazetare që të flas shumë, por tashmë dua që presidenti të na jap disa nga idet kryesore që kemi hedhur në këtë strategji, të cilën do ta elaborojmë më tej edhe në këtë aktivitet. Faleminderit. Faleminderit Nila. Në fakt, idet nuk është se do t'jap unë, idet i kemi dhënë gjithë bashkë, i kanë dhënë stafet që i kanë punu dhe që i kanë bërë këtë dokument, dhe ne jemi sot këtu. Jo thjesht për të prezentuar një dokument i cili quhet Strategjia e futbollit të vajzave dhe grave në Shqipëri, por për të vënë ato objektivat e të ardhmes, strategjit për t'i realizuar ato, mënyrat dhe drejtimet. Hyra direkt në temë, por në radhë parë do doja të falenderoja gjithëve që jeni sonte këtu, dhe më vjen shumë mirë që ka shumë prezencë vajzash në sallë, majorancë vajzash. Kjo është një shenjë shumë e mirë, do më thënë që jemi në rrugën e dur, duhet ju falenderoj shumë.
Fatmirësisht kemi dhe ministrën vajzë, ose grua, që dhe do të falenderoj shumë që jo vetëm pse është sonte këtu, po për mbështetjen që i jep futbollit përgjithësi, t'i uroj publikisht detyrën e re, sepse nuk kemi pat mundësi t'ja urojmë publikisht. Dhe bashkarisht kemi ndërtuar projekte, siç është ai projekt i futbollit në shkolla, projekti i garave të ekipeve të shkollave, dhe bashkë besoj se do zhvillojmë projekte akoma më të mëdha. E falenderoj edhe një herë ministrën, falenderoj Bobin, ambasadorin, Valbona Silimllari, falenderoj drejtuesit e klubeve që janë këtu, kryetarin e bashkisë dhe drejtuesi i ri i klubit vajzave të Gramshit Besin. Dhe kryesisht pa dyshim që duhet falenderoj shumë dhe dy përfaqësueset e FIFA-s dhe të UEFA-s, zonjën Alesja të UEFA-s dhe Arbenitën të FIFA-s. Bashkarisht kanë punuar me stafin e federatës si Stan Nila për të hedhur në letër. Dhe ky dokument apo kjo strategji bazohet në eksperiencën që ne kemi në zhvillimin e futbollit vajzave në Shqipëri, megjithse kemi filluar relativisht vonë, por hapat kanë qenë të mirë dhe të kënaqshëm. Kemi shembuj pozitiv, kemi organizime pozitive, kemi dhe rezultate, siç është ai i vllaznisë, jo vetëm në fakt nuk është se na vjen shumë mirë, sepse është bërë çik si diktatori i kampionatit dhe fiton çdo kampionat, por gjithsesi janë më të mirët. Dhe rezultatet në arenën ndërkombëtare, ku kulmi ishte në pjesëmarrjen në grupet e Champions League. Kemi vajza të cilat mund të jenë shembull. Gjithashtu ky dokument apo kjo strategji, më mirë themi, për realizimin e objektivave të saj, mbështetet në ndryshimin e infrastrukturës dhe krijimin e kushteve më të mira për vajzat, në promovimin e futbollit për vajzat, në përmirësimin e elitës futbollit, siç ishte vllaznia apo ekipet kombëtare, por edhe në shtimin e vajzave, politikat për të afruar sa më shumë vajza rreth lojës tonë. Unë do t'i falenderoj dhe për mbështetjen e FIFA-n me projekte të dedikuara vetëm për futbollin e vajzave, gjithashtu edhe UEFA-n me mbështetje, jo vetëm me hartim dokumentash apo për të na treguar rrugët se si përmirësohet, por edhe me mbështetje konkrete, projekte financiare e tjera. Faleminderit. Thashë e falenderoj ministrën, por duke qenë që jemi në fund viti, e ftoj ministrën që me që jemi këtu tek futbolli i vajzave dhe jemi në momentet e hartimit buxhetit, le të themi një vit në cilin të përqendrohet pak më shumë në buxhetin për futbollin, për futbollin e vajzave. Ne jemi në një moment shumë të mirë, historik madje, në vitin 2023 me suksese të jashtëzakonshme, me suksese në ndryshimet organizative, infrastrukturore, por ajo që ishte qershia mbitor, janë rezultatet e ekipit kombëtar, klasifikimi i tij në vendin e parë në grup dhe kualifikimi për Euro 2024. Dhe në këtë atmosferë pozitive, pikërisht për këtë ne zgjodhëm këto ditë për ta lançuar këtë strategji të futbollit vajzave, për të treguar dhe demonstruar që ne duam që futbolli i vajzave të arrijë në të njëjtat nivele. Dikujt mund t'i duket utopike, por faktikisht është e realizueshme, përderisa është realizuar në disa vende të Europës dhe ne do ta realizojmë. Në fakt, hapat tonë në një histori më pak se 13 vjeçare janë vërtet gjigant. Sot ne kemi ekipet kombëtare të vajzave të gjitha niveleve, kemi një kampionat kombëtar të vajzave, kemi një numër të shtuar të vajzave dhe që kemi objektiv ta dyfishojmë në vitin 2026. Nuk dua të zgjatem, po edhe një herë dua të shfrytëzoj momentin dhe t'i ftoj gjithë bashkë, të bashkohemi, klubet, padyshim qeveria, një forcë e madhe, FIFA, UEFA dhe Federata Shqiptare e Futbollit që me financat e saj incentivon më shumë se sa futbolli i meshkujve, mbase pak e din, por ne kemi 20% të buxhetit që adresojmë jo vetëm për infrastrukturë, por incentivimin e futbollit të vajzave. Do vazhdojmë ta bëjmë, do mundohemi ta bëjmë akoma më shumë. Unë ju falenderoj edhe një herë që jeni këtu dhe ju ftoj që bashkarisht
të përpiqemi maksimalisht për të realizuar objektivat që vendos kjo strategji dhe pse jo për ta parë një ditë futbollin e vajzave në të njëjtin nivel me të djemve dhe të bëjmë rezultate historike si ai që kemi bërë në 2023 me kombëtaren e çunave. Faleminderit shumë. Faleminderit President, padyshim pa incentivimin, pa ndihmën konkrete financiare të Federatës Shqiptare të Futbollit, do ishte shumë e vështirë që të kishim ecur me këto hapa dhe për të parë atë që ne kemi lançuar në këtë strategjinë e re, një objektiv ambicioz i YNI për të shkuar nga 2000 vajza që luajnë sot futboll në Shqipëri në 4000 deri në fund të kësaj strategjie. Dhe një ndër më të rëndësishmet pika të kësaj strategjie është lançimi i fushatave të herpashershme për të cilat kërkojmë edhe ndihmën e mediave, partnerëve, shoqërisë civile dhe kujtdo që ka një zë për të na ndihmuar për ta bërë këtë një sport sa më të dashur. Por e di çfarë? Një tjetër pikë e rëndësishme e kësaj strategjie që ju do ta shikoni duke e shfletuar si dokument, ka të bëjë me eksperiencën e madhe që ne kemi fituar në Shqipëri në organizimin e kampionateve të ndryshme. Shumë kush këtu ndoshta në këtë sallë, ata që punojnë në FSHF e dinë, po ata që nuk janë në FSHF nuk e dinë se në Shqipëri këtë vit kemi organizuar 13 turnamente ndërkombëtare. Turnamente ndërkombëtare të cilat na i ka besuar UEFA për shkak të organizimit shumë të mirë dhe impenjimit të madh që ka administrata e futbollit në Shqipëri rreth tyre. Dhe për më tepër, për herë të parë, lajmi i madh është se Shqipëria merr kampionatin evropian U17 për djem në 2025. Por unë dua t'i them dhe t'ju garantoj që ne vajzat dhe gratë në futbollin shqiptar nuk do të ndalemi, sepse i kam kërkuar presidentit, administratës, e kemi vendosur edhe në këtë strategji, do të kërkojmë organizimin e një kampionati për vajzat ndërkombëtar në Shqipëri dhe kjo është një pikë kthese për futbollin e vajzave. Zonja Ministre, përpara se ju të merrnit fjalën dhe të na thoshit mendimet tuaja për futbollin e vajzave, dua që të njiheni me një video që do t'ja u prezantojmë tani të shikoni se çfarë kemi bërë deri më sot.
Faleminderit shumë. Tani fjalën e ka zonja ministre Ogerta Manastirliov. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Shumë faleminderit për ftesën, i nderuar president Duka, nderuar përfaqësues të UEFA-s, FIFA-s, e dashur Anila, nderuar kryetar të bashkisë, të dashur përfaqësues të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe mbi të gjitha të dashura vajza dhe gra futbolliste që na përfaqësoni me aq dinjitet në kampionate kombëtare dhe ndërkombëtare. Faleminderit. Jam shumë e kënaqur që sot vi në prezantimin, në lancimin e një strategjie që bëhet për herë të parë në Shqipëri nga Federata Shqiptare e Futbollit, strategjia për futbollin e vajzave dhe grave, Rising Star. Dhe ashtu sikurse ja keni dedikuar këtë strategji vajzave, jam e bindur që pas gjithë analizës që ju keni bërë, ajo çfarë keni patur në mendje është në fakt një investim në potencialin e pashfrytzuar në fakt të vajzave dhe grave edhe në drejtim të një sporti që deri pak vite më parë dukej se ishte më shumë një sport që i përkiste vetëm djemve. Dhe në fakt, ajo çfarë kemi parë në këto vite është që jo vetëm futbolli i djemve na bën krenar, edhe në fakt këtu dua edhe publikisht që t'i uroj kombëtares Kuqezi gjithë sukseset në Euro 2024, na ka bërë krenar për atë që na ka dhënë për gjatë gjithë kësaj periudhe, po mbi të gjitha që edhe fitoria e radhës përkoj në një muaj për ne shumë të rëndësishëm, në muajin e nëntorit të festave. Kështu që flamuri ynë u ngrit lart, vërtet, edhe fal të gjithë atij entuziazmi të fitores që solli pikërisht kombëtarja Kuqezi. Kështu që dua të falenderoj kombëtaren, çunat e ekipit, trajnerin dhe sigurisht edhe presidentin zotin Duka. Shumë faleminderit, jemi të gjithë vërtet shumë krenar, mezi po presim Euron 24 dhe shpresoj shumë që të ndrim edhe në atë drejtim. Padyshim që nëse ka sot një moment, që do thoja është edhe një pikë kthese, domethënëse, për ato që strategjia vetë, me sa shfletova dhe pash, e përqas si një moment ku vajzat në futboll duhet të integrohen nëpërmjet një qasjeje të shumëfisht. Çfarë do të thotë kjo? Nëse deri dje masivizimi i sportit nuk ka qenë dhe aq i lehtë, kjo për arsye edhe të infrastrukturës sportive, sot për të thënë vërtetën është bërë më e lehtë dhe më e lehtë do të bëhet pasi përveç infrastrukturës së stadiumeve që janë aktuale, dhe ne kemi stadiumin Air Albania ku ndodhin jo vetëm ngjarje dhe evente kombëtare, por edhe ndërkombëtare, Anila sapo na i shpalosi. Gjithashtu edhe në qytetet ku janë ndërtuar stadiumet e reja, presim që të ndërtojmë dhe 3 stadiume të reja në 3 qytete tjera të Shqipërisë, në Vlorë, në Korçë dhe në Durrës. Pra dua të them që masivizimi i sportit, sidomos sporte të tilla, pra që kanë tifozëri të madhe, bëheshin ndonjëherë edhe të vështira dhe të paksesueshme për vajzat dhe gratë. Sot ka ndryshuar qasja dhe jam e bindur që dhe objektivi që ju keni vendosur që nga 2000 vajza dhe gratë përfshira në sportin e futbollit në 2026 të jenë 4000 vajza dhe gra, vjen pikërisht nga kjo qasje dhe nga këto investime që po ndodhin, sepse po investohet, po nga ana tjetër po bien dhe bariera, po hidhen përtej, po shëmben tabu, të cilat deri dje kanë qenë të vështira për të shëmbur edhe për të hedhur tutje, sot padyshim bëhen edhe më të lehta për shkak të kësaj qasjeje shumë dimensionale, këtyre investimeve që po ndodhin dhe gjithashtu edhe faktit që ka një strategji dhe një investim jo vetëm nga organizmi
që i promovon sportet. Por nga ana tjetër, ka një investim i cili është i qëndrueshëm nga qeveria shqiptare dhe sigurisht dhe nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve që mbështet sportin tërësi. Dhe masivizimi i sportit, dhe këtu flas për shumë sportet, është objektivi ynë parsor. Ne kemi punuar fort këto vite që të integrojmë, të përfshim sa më shumë nxënës në disiplina sportive, po investojmë në mënyrë të pandërprerë në ekipet sportive në shkolla, jemi në përfshirje të disiplinave të tjera përveç voleybollit dhe basketbollit nëpërmjet programit që tashmë është konsoliduar i ekipeve sportive në shkollë, dhe nga ana tjetër duam që të zgjerohemi. Dhe jam e bindur që dhe kjo strategji, pra strategjia e futbollit për vajzat dhe gratë, ka komponentin e saj pikërisht në investimin tek ekipet e shkollave. Ekipet e shkollave për vajzat. Dhe sigurisht edhe për djemt, sepse investimi ka filluar, por duhet të shumëfishohet në këtë drejtim. Kemi nevojë që edhe infrastrukturën shkollore të vijojmë, të fuqizojmë në drejtim të futbollit. Sigurisht këtu na ndihmojnë edhe infrastruktura e bashkive për sa i përket stadiumeve apo fushave të futbollit, infrastruktura që vetë Ministria e Arsimit dhe Sportit po investon për sa i përket palestrave, por nga ana tjetër edhe terreneve sportive që në këtë drejtim vërtet do të ndihmojnë dhe përfshirjen e më shumë vajzave në sport dhe sigurisht edhe në drejtim të futbollit për vajzat dhe gratë, ne do të jemi një mbështetje. Këtu besoj që ka vend për të thënë shumë, por jam e bindur që së bashku me presidentin Duka, ne do të kemi një plan veprimi ambicios për sa i përket përkthimit të kësaj strategjie në veprime konkrete. Dhe jam e bindur që me ambasadore si Valbona Sellimllari, ne do të kemi mundësi që në gjithë Shqipërinë të afrojmë edhe më shumë vajza, të cilat janë të apasionuara pas sportit dhe nesër mund të jenë edhe pas futbollit, përveç se disiplinave të tjera, për t'i angazhuar. Sporti bën mirë jo vetëm për shëndetin fizik, por edhe për atë mendor. Mbi gjitha sportin ne shohim si një motor zhvillimi social, si një motor zhvillimi ekonomik, dhe padyshim sporti na ka treguar dhe po na tregon dhe sot e kësaj dite që lartëson dhe emrin ton si shqiptar dhe Shqipërinë tonë. Ndaj vërtet jemi krenar për vajzat tona, të cilat vërtet kanë treguar që i kanë thyer barierat dhe kanë arritur rezultatet larta, me bindur që do të kemi plot raste për t'u takuar, për t'u përgëzuar, dhe do doja të thoja edhe diçka në mbyllje që fakt e dëgjova sot teksa ishim në ditën e dytë të samitit të tretë të diasporës, ku më mbeti në mendje një fjalë: vetëm mund të vraposh shpejt, por së bashku mund të ngjitesh lart. Dhe në fakt, kombëtarja është shembulli më domethënës i asaj që mund të bëjnë shqiptarët e të gjitha trevave kur bashkohen, se sa lart mund ta çojnë vendin, sa lart mund ta çojnë Shqipërinë. Shumë faleminderit. Faleminderit zonja ministre, dhe shpresojmë vërtet në hapa konkrete dhe nga Ministria për të na suportuar dhe për të na mbështetur në projektet që ne kemi. Padyshim në FSHF ne jemi shumë nderuar sepse tashmë në podin europian të futbollit kemi zvëns presidentin e UEFA-s, zotin Armand Duka. Dhe ndonjëherë e themi, por për herë të parë Shqipëria, pavarësisht se është emri im, përfaqësohet në Komisionin e Futbollit të Vajzave në UEFA, pra kemi ecur në një stad tjetër, kështu që kemi qenë në bisedime të vazhdueshme
me UEFA-n për strategjinë, kemi marrë prej tyre më të mirën, jo më largë se mesi nëntorit ishim atje në Gjenev ku diskutuam për strategjinë e UEFA-s për vajzat dhe gratë për 4 vjeçarin e ardhshëm, por do të ftoja tani Alisian të na tregonte, është ish futbolliste, që ta dini të gjithë, dhe do doja shumë që na tregonte dhe të na jepte mesazhet e saj frymëzuese si punoj me Shqipërinë, si ndryshoi pjesën e mentalitetit dhe çfarë duhet bëjmë ne më mirë. Alicia, fjala për ju. Mi brema, ladies and gentlemen. No, I want to apologize first. My Albanian stops at that. I don't have any more, so I will speak to you tonight in English. Kërkoj ndjes për mbaroj. My name is Alyssa Lagonia. I work in the women's football development team at UEFA, and as Anila said, I am a former professional footballer as well. Më lejoni të prezantohem, emri im është Alisa Lagonia, unë punoj në UEFA, tek Departamenti i Zhvillimit të Futbollit të Femrave. It is an honor and a privilege for me to be here with all of you today for this very historic moment in Albanian women's football. Thank you so much for the invitation. Jam shumë e nderuar dhe është një privilegj për mua që të jem këtu mes jush sot në këtë arritje kaq të madhe në lançimin e strategjisë së futbollit të femrave. It's working? Okay, good. I want to congratulate the Federation on this extraordinary achievement, particularly, of course, Mr. President, our General Secretary, Anila, Florian, and the rest of the wider team. Congratulations. This is a successful launch of a very important strategic document that I hope we can continue to build upon. Pra, dua edhe një herë të falenderoj presidentin, zotin Armando Duka, sekretarin e përgjithshëm, zotin Ilir Shuku, zonjën Basha, gjithashtu dhe Florian, për këtë arritje dhe për finalizimin më në fund të strategjisë së futbollit të femrave. In the years that I've been working with Florian and the wider team in the Federation, we've already seen fantastic growth in the development of the women's game. Gjatë viteve që kemi punuar me Florianin, ne me patjetër që kemi vënë dhe ndryshim në futbollin e vajzave. And now, because of this strategy, all of us in the room here today have a clear vision and mission. Dhe pikërisht për këtë strategji sot, neve jemi më të qartë dhe kemi një vizion dhe një mision të përcaktuar. To create a welcoming and accessible environment where women and girls can enjoy football and fulfill their potential. Tashmë në të aksesueshëm për futbollin. You've all spent a lot of time and dedicated a lot of resources on developing this strategy, and all of us here today have a role to do to continue to work toward this strategy that will help guide us in the future. Pra, siç e di, gjithë jemi involuar shumë në krijimin e strategjie, kemi harxuar kohë dhe shpresojmë tashmë që nëpërmjet kësaj strategjie ne të kemi të zhvillojmë së miri e grave dhe vajzave. We apologize for the but on behalf of UEFA, I want to thank the Albanian Football Association for its dedication to the women's game. We are excited to see what the future holds, and I look forward to meeting all of you afterwards to get to know each other a little bit better. So thank you so much, and it's much appreciated. Falenderoj edhe një herë për ftesën, dua t'ju njoh të gjithëve në vazhdim dhe faleminderit edhe një herë.
Okej, me pak probleme në përkthim, po kam përshtypjen që të gjithë në fone. Po, president. E vërtet, Evja ishe shkëlqyer. Okej, përveç ndihmës së çmuar, faleminderit Alisë të UEFA-s, ne kemi mikeshën ton Arbenita këtu, që vjen nga FIFA, është një supportues FIFA si organizat, po dhe Arbenita vet kanë dhënë një mbështetje të pakursyer për departamentin e vajzave dhe grave në Federatën Shqiptare të Futbollit për të arritur më mirë qëllimet tona dhe ato që kemi pasur ndërmend, plus edhe mbështetjen, pse jo dhe financiare për këtë strategji. Ftoj Arbenitën këtu mes nesh të na jap mesazhin e saj. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithë. Kom menu që nashta dhone kam nevoj për përkthysje, ama munon atash njëherë me folë mirë. Kom menu me thonë e folje gëgnishten, ama e pas që skuadra e Shkodrës është këto, kështu se s'ko me folë gëgnishten shumë të pastër, ama jam shumë e lumtur që jam këtu sot me juve, jam shumë e lumtur që isha shumë vajza këtu, jam shumë e lumtur që isha vajzat e kombëtarës tonë, vajzat e vllaznis, që në fakt presidenti përpara tha është shumë e rëndësishëm që kombëtara e Shqipënisë e mrin arritjet që i kanë bërë djemt. Në fakt që ashtu duhet me konë, ama është edhe një fakt shumë i madh që vllaznia o konë ekipi parë që u kualifiku për Champions League. Ato djemt për mdo këtë alot se kanë bërë. Kështu se nashta kombëtarja kualifikohet për Europian, edhe djemt e kanë tash një objektiv të re, më kualifiku për Champions League. Si që shë përmena, djemt të kualifikun për Europian, diçka shumë e madhe dhe për atë arsye du mi uru shumë suksese, mu si shqiptare më ka gëzu shumë, ju më rritë të e pa Bogdanin, Lorik Canën të lujtë futbol, e me pa të e kualifiku Shqipnin për Europian, është një ndër e krejtë shqiptarve. Shpresoj që edhe do vite e shojmë, ose ullna me babin bashkë edhe e shojmë Megin të Bugolla kundër shtetet Europianat mëdhaja. Në Tarmën, du me falimderu kryetarin, du me falimderu Ilirin, kryeministën që je këtu sot, Anilën, ministrën e sportit e Arnja, e Bona, Florianin edhe Evjen shumë për supportin që keni dhonë për vajzat në Shqipni, për vajzat ku janë, edhe për supportin që na keni dhonë edhe neve për mi ju kuptu rrethonat pak ma mirë. Unë muna me premtu që FIFA edhe UEFA bashkë me Alisën kena me munu bashkë me arrit krejt objektivat që i keni caktu në strategjin të juve të futbollit femnau. Shpresoj që e shoh Shqipnin të shku ma përpara, edhe shpresoj që i shojmë edhe shumë vajza të lujtë top, ama edhe në për administrata, si trenere, si e mirë jetën që e kena taku sot, besoj që e kena një Tarmën shumë të madhe, vajzat jënë konë shumë të sukseshme gjithë, edhe besoj që vitet e tjera kanë me konë për neve. Kështu se faleminderit shumë që guxova me konë këto, me ebdu fjallë, edhe që s'është në Shqipën perfekt, ama është një nderë shumë e madhe me konë sot këto me juve. Faleminderit. Mos u mërzit Arbenita, ti kuptojmë emocionet, kemi qenë të gjithë të emocionuar gjithë të periudhë, aq më tepër ti që vjen që andej dhe realisht e ke këtë ndjenjën e madhe, por nuk e lash në fund pa qëllim, sepse doja që t'i jepnim pak natyrë
më të qetë më bobi kësaj situatës dhe është ambasadorja jonë Valbona Selimllari, e cila na ka ndihmuar gjithmonë me mbështetjen e saj dhe promovimin e saj, duke përfshirë edhe të gjitha mikeshat e mia që ju shoh këtu, ju gjithmonë bëni postime dhe gjithmonë keni një zë në ekranet tuaja për vajzat. Do doja shumë, Bona, t'jepje mesazhin tënd në këtë natë edhe për këtë strategji. Apo s'kan thënë në Ma bëri me ile se nuk e dija që do flisja. Unë dhe ti përgatis jam keq, jo kështu pa përgatitur fare, s'diq. Më mbrëma, faleminderit. Në fakt, në takimin e fundit që kam bërë me vajzat, i thash bravo se në i bërë krenare dhe çunat ishin xheloz. Sepse gosat kanë arritur rezultate në kaq pak kohë, kanë arritur rezultate kaq të mëdha. Kështu që unë jam krenare shumë për ju. Pa diskutim çunat e kombëtares na kanë nderuar zemra mal, lot kur atë ditë që ka qenë ndeshja, unë se kam parë kisha frikë. Vetëm pyesi, si po shkon. Edhe kur më thanë kemi fituar, ka pasur një ulërim dhe më dridhesh e trupi nga kënaqësia dhe nga krenaria, që ndjeja që kombëtarja jone arriti. Dhe tani po i thosha Lirit, pse mos shkojmë 16 vjeçe? Se duhet shkojmë 16 vjeçe. Tani u futëm që shkojmë, ja, Flori thot po, në 16 vjeçe duhet shkojmë. Unë kam luajtur që fëmijë. Unë kam qenë gjimnaste profesioniste, po që fëmijë kam luajtur futboll. Dhe po i tregoja Alesias pse kam emrin Bobi. Dhe në ato momentet e mia që 8 vjeç që luaja futboll me djemt përpara lagjës, një futbollist i ekipit Dinamos, përpara te Iliri, ka qenë duket s'ka qenë me Juve në ekip, më shikonte dhe thoshte, po kjo unë i mësoja djemt, jo po bëj kështu, jo po kështu rafishati, ku i dim gjitha këto gjërat e tjera që unë i bëja, ai kisha thjesht instinktive, edhe ma vun emrin Bobby Charlton, që ishte trajneri i Anglisë në ato vite, po flasim për vitet 82. White, mersh me sa largë. Ka kaluar shumë, do me thënë. Unë jam e vogël, po ka kaluar shumë. Kështu që kam një lidhje absolutisht fare normale të natyrshme me futbollin, edhe pse jam vajzë, dhe fakti që për i vitesh neve kemi futbollin e vajzave, them, si nuk ndodhi atëre kur unë isha e vogël, isha bërë sot një futbolliste, çunave çdo të kishim bërë. Kështë diku do kishim arritur në qoftë do kishim nisur që atëre futbollin e vajzave, sepse jo vetëm Bona luante futboll, po unë mbaj mend që shumë nga shoqet e mia ishim gjithmonë në sfidë me djemt se kush luante më mirë dhe shpeshherë fitonim. Kështu që me gjithë shpirtin e roj, vajza ime e vogël, po shikoj, ajo ka një thënie shumë interesante, edhe një pjesë e mirë këtu e din që dy çunat e mi kanë qenë të mirë në futboll, edhe pse e lanë. Deni i madhi u dëmtua kështu ju desh ta linde, i vogli i nisur mbas vllajt se kishte vllajin me vete, e la dhe ai. Mirë, po kjo e vogla, që është 10 vjeç, e ka sfidë të madhe t'i sfidoj vëllezrin në futboll. Edhe shtëpia ime shkret janë thyrë gjithë xhamat, edhe abazhurët, se luajnë futboll atje dhe ajo është e papar. I thash Ilirit, do ta sjell të provoj. Dhe ka shumë mundësi ndoshta atë që s'bëra unë në 82-shin ta bëj Vivien sot në 2023-shin, edhe pse jo? Ta arri dhe rezultatet mira. Kështu që unë jam shumë krenare, shpresoj të bëj akoma më shumë dhe imazhi im sa do të mundet të ndihmoj në qasjen e vajzave në këtë sport kaq të bukur, që nuk është vetëm fizik, por një nga arsyet që kam dashur të edhe fëmijët e mi të merren me sport, është sepse sporti, sidomos sportet në ekipe, formojnë karakterin e një fëmije. Janë shumë të rëndësishëm për formimin e karakterit tyre. Disiplina është një nga ato që ata i rrit shëndetshëm edhe i mban çik larg të gjithë situatave të tjera që neve sot po jetojmë fatkeqësisht kohët moderne, sjellim me vete edhe gjëra të tjera. Kështu që faleminderit, vajza jeni më të mirat, vazhdoni kështu. Faleminderit Mila, edhe faleminderit gjithë. Bobi do ta mirëpresim Vivian, edhe jo vetëm Vivian, po shumë vajzat vogla, kemi goxha projekte të mira, edhe bashkë me Ministrinë e Arsimit, me UEFA-n, me FIFA-n, projekti Disney, projekti Children for Schools, Football for Schools, ashtu sikurse kemi projektet Uniforma ime, Topi im, janë të gjitha investime nga Federata Shqiptare e Futbollit. Dhe padyshim do doja të flisja shumë, kemi kaluar një orë
mes nesh, besoj duke folur për këtë strategji, po edhe duke komunikuar disa nga piketat kryesore të saj. Do të vazhdojmë gjithë të diskutim friendly në mënyrë miqësore në një koktejl që kemi organizuar për ju këtu ngjitur. Shpresoj shumë që ju të gjithë ta merrni këtë strategji, nuk po them ta mësoni, po gjërat vogla të saj mund t'i ndani dashamirësisht me miq, shokët, kolegët, t'i postoni në rrjetet sociale, sa më shumë t'jemi, aq më shumë do të bëjmë për njëri tjetrin, për futbollin e vajzave dhe grave në Shqipëri. Faleminderit të gjithëve.